Përshëndetje, mi se vini flasim hapur në Durrës Lajm. Zgjedhja 11 majit po afrojnë dhe gara po intensifikohet. Në të dyja kahet, mazhoranca dhe opozita kanë prurje të reja në lista të mbyllura, sikurse edhe në lista të hapura. E ftuara sotme është kandidate e Partisë Demokratike në Durrës, sekretare për marrëdhënien me publikun në Partisë Demokratike në Durrës, zonja Viola Kapidani Kullolli. Faleminderit që jeni në flasim hapur. Kënaqësia ime. Si duket gara? E bukur, po e përjetoj si një gjë shumë të bukur që ka ndodhur në jetën time. Ka mundësi të kem kontakte me shumë njerëz tashi, edhe kënaqësia që merr nga kontakti njerëzor është i jashtëzakonshme. Po, se më parë ke takuar, je përshëndetur, ndërkohë takosh me një, tashi po shkon me një statur tjetër, pra duke kërkuar besimin. E vërtet. Edhe shoh që njerëzit kanë nevojë që të shkosh dhe t'i flasësh hapur me zemrën në dorë. Patjetër. Edhe ne kemi flasim hapur dhe ju rekomandojmë. Flisni hapur. Njerëzit e pranojnë dhe e vlerësojnë këtë gjë. Ky është qëllimi. Është hera e parë që kandidoni Viola? Është hera e parë. E kam marrë përsipër këtë garë me përgjegjësinë më të plot për të shërbyer Durrësit, qytetit tim dhe qytetarëve të mi. Mund na thoni diçka për veten, lutem? Patjetër. Unë jam Viola Kapidani, vajzë e lindur dhe e rritur këtu në Durrës, nga një familje e njohur e Durrësit. Vetë jam arsimuar për mjekësi veterinare, kam bërë dhe një master në shëndetin publik, gjithashtu edhe kam marrë dhe specializimin për farmacin veterinare. Aktualisht punoj si një drejtuese teknike në një depo farmaceutike. Jam nënë e 2 fëmijëve. Nuk di çfarë do të them më shumë për veten. Jo, kjo është shumë e bukur. Vajzë dursake. Dursake madje puro nga preardhja. Dhe keni një profesion shumë të bukur, veterinare, apo jo? Të gjitha këto, përse në politik, Viola? Blet, këtë do ta ndërlidhja me një histori personale që ndoshta ju ta besoni dhe ta kuptoni më shumë se unë jam politik. Familja ime, familja Kapidani, ka qenë shumë e përfshirë në politik në vetë parë. Por dhe prindit e mi vetë kanë qenë shumë të angazhuar pranë Partisë Demokratike në struktura. Dhe unë që fëmijë jam rritur me emrin e Partisë Demokratike, me familjen e madhe të Partisë Demokratike. Me flamurin, Po, e kishit në shtëpi? Po. E kishit në shtëpi. Kishim statutin e Partisë Demokratike. Po, e ke mësuar përmendesh? Po, përmendesh. Dhe unë vetë si fëmijë kam qenë shumë e interesuar të dëgjoja biseda politike, nuk e di pse, Por besoj se atëherë ka qenë e pandërgjegjshme. Ndërsa sot, Viola sot e ka bërë zgjedhjen me ndërgjigje të plot, për të qenë pjesë e politikës, për të dhënë kontributin e saj. Por në ato vite, kur ishe e vogël, si kontribuoje për PD-n? Kontribuoja duke marrë pjesë në diskutime politike me më të rritur se vetja. Duke i thënë pse duhet votonin Partinë Demokratike. Edhe madje mund të them edhe një episod ku kam qenë 10 vjeçe në fushatën e zgjedhjeve të vitit 1996. Ka qenë kandidat, mund ta them dhe me emër, Zafer Rypi në atë lagje dhe unë kam shpërndar flet palosjet për Partinë Demokratike derë më derë. Vetëm 10 vjeçe. 10 vjeçe. Vetëm 10 vjeçe. E din PD-ja këtë? Nuk e dia, e din, unë po e them sot. Lagja ku kam jetuar unë e din, po Partia Demokratike e din, sepse unë pastaj, si me thënë, sta mbusha moshën që mund përfshirësha ligjërisht pranë Partisë Demokratike 18 vjeçe, kam qenë gjithmonë aty, duke i shërbyer në komision, si komisionere, si vëzhguese, kam qenë gjithmonë aty për Partinë Demokratike. Kam një vit e gjysmë që kam marrë përsipër të jem dhe sekretare e marrëdhënieve me publikun në degën e Durrësit. Dhe tash jam dhe sot këtu në vetë parë. Ndoshta pikërisht se Partia Demokratike e ka ditur të gjithë kontributin tim në gjithë këto vite. Viola, në politik, në 35 vite, kemi parë politikanë shtetarë, deputetë të tjerë, që marrin, nga të gjitha krahët. E vërtet. Ti hyn për të marrë si të tjerët, apo për të dhënë? Ndoshta do duket shumë klishe, se do them për të dhënë. Këtë thonë të gjithë. Po, pikërisht. Por, unë ja bëra pyetjen që dursakët ta kuptojnë në vështrimin e zërin tuaj sa sinqert jeni te kjo gjë.
Unë dua t'i jap Durrësit, dua t'i jap modelin tim, dua t'i jap vlerë, dua t'i jap vizion, dua t'i jap besimin. Duke dhënë modelin tim, unë dua që të frymëzoj vajzat të tjera durrësake që të vinë pranë Partisë Demokratike, gratë të tjera që të angazhohen në politikë për të dhënë ato kontributin e tyre, profesioniste të tjera që të vinë të angazhohen politikë për të dhënë kontributin e tyre, se vetëm kështu ne mund të bëjmë rigjenerimin e elitave dhe mos të ankohemi më që qëndrojmë po këtë njëjtat figura, por të ndryshojmë elitat politike pikërisht për të shërbyer secili qytetit të tyre dhe vendit Shqipërisë madhe. Sepse të gjithë këtu, kjo është gjë shumë e mirë. Të gjithë këtu në fakt janë spektatorë dhe rrallë kush bëhet aktor në skenë dhe merr përsipër përgjegjësi. Kështu që kjo është gjë shumë e mirë që ju keni bërë. Po, e kam marrë gjithmonë përgjegjësinë kur ka ardhur puna për të shërbyer politikës, por edhe Partisë Demokratike dhe komunitetit. Dhe komunitetit. Dhe komunitetit, po. Nuk më tremb. Si parashikoni zgjedhjet në Durrës? Cili do jetë rezultati pas 11 majit? Patjetër fitore për Partinë Demokratike, pa diskutim. Sa mandate merr PD-ja në Durrës? 8. 8? 8. E thoni me siguri? Me siguri. Me siguri. Ç'u bën të mendoni këtë rezultat? Ekipi që kemi ne, ekipi i Durrësit, është, e them këtë me sinqeritet, është një ekip mjaft i mirë që është përzgjedhur. Energjia është shumë e mirë midis njëri tjetrit, funksionojmë si një ekip. Qëllimi është një për gjithë, fitoria e Partisë Demokratike me datën 11 maj dhe për ta bërë më në fund Shqipërinë madhështore. Madhështore. Tani kjo çështja e listave të mbyllura, listave të hapura, sidomos tek lista e hapur. Pra, si është sentimenti? Ka rivalitet apo ka bashkëpunim midis jush? Bashkëpunim. Funksionojmë si një ekip. Bashkëpunim. Dhe ju përesi unison? E keni qëllimin që 11 maj, pra midis konkurenca për kush merr më shumë vota, kush bëhet deputet. Ne nuk e kemi garë midis njëri tjetrit, ne e kemi garë me kundërshtarin. Kjo është gjë shumë e mirë. Ju e mendoni këtë, e mendojnë edhe të tjerët? Po, e mendojmë dhe besojmë edhe punojmë çdo ditë për këtë. Po në rang kombëtar, cili do jetë rezultati? Patjetër, si në Durrës ashtu do ndodhi në gjithë Shqipërinë. Durrësi do jetë barometri i fitores për gjithë Shqipërinë. Dhe çfarë do të ndryshojë me ardhjen e Partisë Demokratike në qeverisjen e vendit? Partia Demokratike ka shpallur paketën e saj të emergjencës. Vetëm në 100 ditëshin e parë, ne do të bëjmë të mundur që shqiptarët të kenë të gjithë minimumin jetik që është 200 euro. Do bëjmë të mundur që pensionistët mos ketë pension më të vogël se 200 euro. Do bëjmë të mundur që paga minimale të jetë 500 euro. Do të bëjmë mundur që të rivitalizojmë shoqërinë e mesme duke i dhënë pagën mesatare 1200 euro. Do bëjmë të mundur që të gjithë shqiptarëve që janë larguar t'i rikthejmë duke i thënë: hajdeni, kontriboni në vendin tuaj, hapni një biznes sepse do jeni 5 vite pa taksa. Dhe do ulim çmimin e energjisë 7 lekë për konsumatorin dhe 6 lekë për biznesin. E gjithë kjo paketë do të miratohet vetëm në 100 ditëshin e parë të qeverisjes Partisë Demokratike dhe kjo do të bëjë mundur që shqiptarët ta prekin, ta ndjejnë ndryshimin duke i dhënë më shumë lekë në xhepat e tyre. Kjo është shumë e prekshme, është shumë e ndjeshme, është shumë e realizueshme. Buxheti është aty, lekët janë aty, thjesht qasja që kemi ne është që to lekë t'i çojmë drejt në xhepat e shqiptarëve dhe jo në grupet e interesave. Po në çështjen me integrimin evropian, me Shqipëria në BE, keni pikat programit tuaj për këtë gjë? Ashtu siç Partia Demokratike ka bërë të mundur që ka hapur negociatat në qeverisjen e 2005-2013, ashtu do jetë po Partia Demokratike që do ta bëjë të mundur që Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Shqiptarët do votojnë vetëm numri 1. Me 11 maj është vetëm numri 1 ai që do të bëjë të mundur Shqipëri në Bashkimin Evropian. Vera, nëse ju zgjidhni një deputete në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, do bëni zërin për Durrësin? Patjetër që po. Mund të ndaj këtu një gjë personale. Vera, si do ta bëj? Jemi në flasim hapur. Të lutem. Atëherë, unë për disa vite jam shkëput nga Durrësi sepse u martova dhe jam martuar me një djalë nga kryeqyteti. Dhe për disa vite jetuam atje.
Erdhi një moment që na lindi si propozim që të riktheheshim Durrës për shkak të punëve të bashkëshortit tim. Ai ishte shumë i stepur ta bënte këtë hap, se duke mbajtur staturën edhe Durrësi u dukte si një qytet. Mendoj që derisa kam bindur atë, duke i thënë që Durrësi është një qytet i mrekullueshëm, në Durrës mund të jetohet shumë mirë, me të njëjtin pasion do flas për Durrësin tim dhe në Kuvendin e Shqipërisë, për t'i dhënë zërin që Durrësi meriton dhe qytetarët meritojnë. Çfarë mendimi keni për kreun e opozitës, Sali Berishën? Do doja që figurën e doktor Berishës ta ndaja në dy pjesë, në atë njerëzore dhe në atë të politikanit. Patjetër nga ana njerëzore ka vlerësime më të lartë, si modeli i një bashkëshorti shembullor, i një prindi shembullor dhe një profesionisti shembullor. Ndërsa në aspektin politik, mendoj që në politik të flasin rezultatet. Nuk dua të analizoj të gjithë karrierën politike të doktor Berishës, sepse është shumë e gjatë, është shumë e gjatë dhe është shumë e gjatë. Por unë dua të ndalem vetëm në 3 vjeçarin e fundit të doktor Berishës personalisht, po dhe të Partisë Demokratike. Ishim para 3 viteve kur nuk kishim vulën. Nuk njiheshim në arenën ndërkombëtare, nuk pranoheshim. Dhe perceptimi ishim si një parti politike që nuk do ekzistonte më. Sot jemi në të tjera kushte. Sot njemi përsëri në arenën ndërkombëtare, sot kemi përsëri vulën që na takon Partisë Demokratike, dhe sot doktor Berisha bëri përsëri të mundur që Partia Demokratike të shikohet si një forcë fituese në zgjedhjet e 11 majit. Dhe mendoj që me kaq mjafton për të thënë unë gjithçka të mendoj për doktor Berisha. Vjera nesër në Kuvendin e Shqipërisë, ju në aspektin profesional të ligjbërjes edhe të ngritjes së zërit në kuvend në rang kombëtar, pra në aspektin profesional, në grupin parlamentar të PD-s nesër, si e shikoni veten, çfarë standardi do jepni? Standardi qytetarisë, në një figurë të moderuar, apo të militantizmit politik? Atëre, militante jam deri në këtë moment. Momentin që do kem privilegjin të jem pjesë e Kuvendit të Shqipërisë, patjetër unë do t'i shërbej qytetarëve. Dhe aty do jetë Viola profesioniste, Viola me zemër dhe me zë për Durrësin dhe qytetarët e saj. Viola, çfarë nevojësh ka Durrësi sot? Për gjithë ato që përmenda në pikat e programit Partisë Demokratike, mendoj që edhe Durrësi për gjitha këto ka nevojë. Për paga më të mira, për standarde jetese më të mirë, për një Durrës më të mirë, më të bukur. Për gjitha këto mendoj që Durrësi ka nevojë. Atëherë ky është momenti që ju t'i jepni një mesazh banorëve të Durrësit, përse duhet votoj Partinë Demokratike dhe ju personalisht më 11 maj. Partia Demokratike është partia e cila ka dhënë provat që Shqipërisë i sjell gjithmonë ndryshimin, sjell gjithmonë mirëqenien, sjell gjithmonë një standard më të mirë jetese. Ndaj për gjitha këto dhe për gjitha pikat e programit që kemi ne, i ftoj të gjithë durrësakët, qytetarët të na votojnë me numrin 1, me datën 11 maj. Partia Demokratike do jetë fituese, do jeni edhe ju fitues të gjithë bashkë me ne. Gjenja Viola Kapitani Kullolli, faleminderit që ishim në Flasim Avër në Durrës Live. Kënaqësi e gjithë e ime Bletit, falenderoj shumë për hapësirën që më dhe dhe për komoditetin që më krijove. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit që na ndoqët, më u takofshim në episodin e radhës.